është e faktikë, apo jo? Bravo. Tashi. Po mos a dalin shumë, pastaj kjo është problem. A ke bërë tekst? Po. E pyet, do të lexosh? Po. E lexojmë ja. Tekstin do lexosh sigurisht këtu, pastaj do shkruasim si demni, ha? Po do lexosh me atë Me cilin? intonacion me qenë. Po ti e di pra unë, po që da një mosh pa të dhe. Perché tu do lexosh, se s'kam çe bëj zonë, nuk vetëm ti që do të çoj marrë atë. Ja vjen ato, ju shumë si ta kesh, konservit. Situatës kaotike të transportit publik në Shqipëri si kanë shpëtuar asqenjet më të papashme, fëmijët. Në dijenin e prindërve, të policisë e të instancave të tjera, ato transportohen në kushte dhe në mjete jashtë standardeve. Për shoqërinë tonë, ky realitet është sa real e prekës, aq edhe rrezikshëm. Furgonët 8+1 janë kthyer në 24+1. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, në dispozicion të fëmijëve duhet të vihen mjetet e transportit me logon përkatëse, por praktika korruptive e kanë lënë në këtë gjendje. Shive tash sa zonë zarën nga aty, që kur dale. Fillon, bravo, deri kur zbesin gjithë. Situatës kaotike të transportit publik në Shqipëri si kanë shpëtuar asqenjet më të papashme, fëmijët. Në dijenin e prindërve, të policisë e të instancave të tjera, ato transportohen në kushte dhe me mjete jashtë standardeve. Për shoqërinë tonë, ky realitet është sa real e prekës, aq edhe i rrezikshëm. Furgonët 8+1 janë kthyer në 24+1. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, në dispozicion të fëmijëve duhet të vihen mjetet e transportit me logon përkatëse. Praktika korruptive e kanë lënë në këtë gjendje, por ka edhe modele pozitive që vijnë nga institucionet private. Njerëzit pa praninë e kamerave janë të vetëdijshëm për problemin, por hallet e tjera i detyrojnë ta lënë pas dore çështjen më prekse dhe sigurinë e jetës së tyre. Po atë plusi sa fëmijë futen furgon? Bashkë 20. 20, po policia nuk vepron këtë policia e qarkullimit? Po policia ka policia, është gjukara. Sa është numri i nxënësve që futen në furgon? 18. 18, sa do të jetë normalisht? 7. Institucionet ja hedhin fajin njëri tjetrit. Sa po dolëm nga Ministria e Arsimit, ku na përcollën me të njëjtën fjalë siç na përcolli dhe Bashkia, se transportin e fëmijëve në Tiranë nuk e mbulon Ministria e Arsimit për arsye se janë distancat e shkurtra. Këtij fakti nuk i ka shpëtuar as syrit e turistëve ose shqiptarëve që jetojnë prej dekadash jashtë vendit. Jetoni në Amerikë? 36 vjet. Problemi i fëmijëve është skandal, ajo ti e ke pa një ditë, unë e shoh për ditë. Bashkitë nuk e di sa janë të përgjegjshme për këtë situatë. Ne si bashki nuk kemi asnjë kërkesë deri në momentin që flasim për transport fëmijësh ose të shkollave, nxënësve të shkollave. Në këtë skemë antiligjore janë të përfshirë dhe drejtorët e shkollave. I thë 10 fëmijë, 8 fëmijë për 6, 48, me 8 fëmijë bublaj. Për 8 fëmijë. 20 tjerë. Lejohet me i fut 28 fëmijë në furgon për të mëra. Po, unë e përgjithësisë dhe vëtë e shmukit. E ma drejtori përgjithësisë. Siç duket, në përpikat e kualidimit ka dhe abuzime. Të ke servisi 50 që të... Po pse furgonit që shkojnë në shaton nuk janë të kualituar? Si të shpër të njëzit të bu? Por që të kafe s'ka në astarë ka jore. Siç e pam nga kronika, transporti fëmijëve në shkollat publike është në gjendje të mirueshme. Nuk e dim instancat përkatëse a do të marrin masa për të rregulluar këtë gjendje. Por Agon Channel, ndryshim që Hanxhiu.